Gjaku në laj me gjak, sulmohet shtëpia italiane që vrau me armë 25 vjeçarin shqiptar që tentoi ta grabiste. Një grup shqiptarësh dyshohet se kanë sulmuar shtëpinë e italianit Aurelio Valiante, i cili disa ditë më parë vrau me armë zjarri 25 vjeçarin shqiptar Rivaldo Rusi gjatë një tentative për grabitje të këtij të fundit me dy bashkëdhetarët e tij. Sipas mediave italiane, ata kanë pritur të bjerë nata, janë afruar me kujdes në banesë dhe kanë thyer një balkon, jo për të vjedhur, por për të parë brenda dhe për të kuptuar nëse në atë shtëpi ndodhej ende Aurelio Valiante. Më pas ata janë larguar në heshtje, duke lënë pas vetëm një gjurmë të qartë të pranisë së tyre, shenja dëmtimi. Ngjarja ka ndodhur në Foria të Centalas në rrugën Via Carpine, natën pas zhvendosjes së Aurelio Valiante dhe familjes së tij në një vend të mbrojtur nga policia pasi druheshin kërcënimit të shqiptarëve. Hetuesit nuk përjashtojnë asnjë pistë. Ky gjest mund të lidhet me atmosferën e urrejtjes që është ndezur në rrjetet sociale. Për ditë me radhë, dhjetra përdorues shqiptar kanë shpërndar mesazhe hakmarrje në TikTok duke shkruar "Gjaku në laj me gjak", duke u referuar vrasjes së të riut shqiptar teksa tentoi të vidhte. Hakmarrja e paralajmëruar në rrjetet sociale mund të mos mbetet vetëm virtuale, ndërkohë hetimet e prokurorisë në Vallo della Lucanias vazhdojnë dhe tashmë janë 3 të dyshuar. Aurelio Valiante, 58 vjeç, akuzohet për vrasjen me armë. Vllai i tij, më Valiante, 50 vjeç, dyshohet se ka ndihmuar në fshehjen e trupit në një kazanvere i maskuar më pas me bimësi, si dhe Giulian Kurti, 27 vjeç, shqiptar me banim në Acera, i konsideruar një nga bashkëpunëtorët e Rusit, aktualisht në gjendje të rënë shëndetësore në spitalin Cardarelli të Napolit. Ndërkohë, personi i tretë i përfshirë në grabitje është ende në kërkim. Mësohet se është ende në pritje autopsia mbi trupin e viktimës. Ekspertiza do të kryhet në morgun e spitalit San Luca të Vallo della Lucanias dhe do të ketë një rëndësi thelbësore për zbardhjen e ngjarjes, veçanërisht për të përcaktuar nëse Rusi është qelluar përballë apo nga pas një element kyç që mund të ndikojë në vlerësimin ligjor të vetmbrojtjes. Në autopsi do të jetë i pranishëm dhe një mjek konsulent i familjes së viktimës, të përfaqësuar nga avokati Fabio Della Corte.